Qa janë këto histori? Tjetra, jo merresh me bufin, jo programi, jo këto. Po pse merreni ju? Ju që merreni me analizat, ju që merreni me opinionin publik. Pse merreni ju me 100, se është 1/100, është 1 minutë në ditë. Edhe në fjalët e mia, unë nuk flas 95% kohës as për bufin, as për kënetën, as për lulin, as për venozin, as për. Unë flas për sfidën historike që ka Shqipëria. Po si është e mundur që në këtë takim me historinë, nuk ka asnjë interes, nuk ka asnjë reflektim serioz, nuk ka asnjë informacion normal se ç'është ky moment historik për Shqipërinë, ç'a janë negociatat, si bëhen negociatat, pse është e rëndësishme të mos u mbasin asnjë ditë, si ka funksionuar Europa në gjithë këto vite etj, por ulen atje edhe zdërhallen duke u marrë jo kjo video këtu, jo kjo video aty, jo ky ç'a i tha, jo ky ç'a i tha. Pastaj tjetra. Po mirë mos, si ka mundësi që ngrihet një akuzë që unë me Demek i pas kam thritur fëmijët dhe i pas kam thënë që më shikoni mua lakuriq. Po ka turp më të madh. Ndërkohë që unë takoj votuesit e parë dhe tregoj një histori që është një histori e trishtueshme. Shumë e trishtueshme. Dhe këta, të cilët nuk kanë pyetur për fëmijët kur më kanë nxjerrë mua lakuriq nëpër Shqipëri. Nuk pyetën këta për fëmijët kur më nxorën lakuriq. Nuk pyetën këta për fëmijët kur i tregonin shqiptarëve shiko se ky ka dalë lakuriq, a thu se kisha bërë një krim unë që kisha dalë lakuriq kur isha në punën time, në rinin time, në lirin time nëpër Europë. Dhe këta që pastaj për të treguar që këta janë shumë të revoltuar, çfarë bëjnë? Shkojnë në Korçë. Shkojnë në Korçën e kulturës, shkojnë në Korçën e serenatave, në Korçën e ballove, në Korçën që quhej Parisi i vogël pikërisht për gjithë arsye, dhe aty e merr fjalën lideri i vërtet i tyre, Ilir Vrenozi. Juve mendoni që unë bëj shaka, unë s'bëj shaka fare. Lideri i tyre i vërtet është Ilir Vrenozi. Edhe për të treguar se sa gabim kam bërë unë, shfrenojnë gjuhën në një farë feje që s'merret njeri, nuk e thot njeri, ore si mundet një parti politike të mblidhet e të bëj miting e të egzaltohet rreth fjalëve më të ulta të Shqipes të ulëritura në Mexhelis. Si është e mundur? E pra, këto janë historitë banale të këtyre ditëve.